e din, ca nga fakti që nuk duan të dëgjojnë, harrojnë krejtësisht se me kë kanë të bëjnë. Dhe kur them me kë kanë të bëjnë, kam parasysh eksaktësisht veten time, qeverinë tonë, shumicën tonë qeverisë, Partinë Socialiste të Shqipërisë. Harrojnë që kanë të bëjnë me një forcë të cilën mund ta kritikosh për shumë çka, për dje edhe për sot. Po kanë të bëjnë me një forcë të cilës kur askush nuk mund të qohet dhe të marrë kurajon t'i tregoj gishtin si një forcë që ka tradhtuar ndonjëherë interesin kombëtar. Nuk e ka bërë dje, nuk e ka bërë sot dhe nuk ka bërë kur. Sepse interesi kombëtar ka qenë për Partinë Socialiste, qysh në kryet herës, një pikë e palëvizshme referimi. Dhe ju këtu, ata që janë më si ta themi, të vjetër, si puna ime, të vjetër, e din shumë mirë se në këto ujra kalontin anijet, varkat, makinat e kontrabandës, së naftës që furnizonte makinerin vrastaret Slobodan Milošević. Kalonin këtu. Dhe kalonin këtu me bekimin e atyre të cilët ditën flisnin për lirin e Kosovës, flisnin për lirin e shqiptarëve në Kosovë, flisnin kundër diktaturës që po shkatronte Jugosllavinë me radhë, me gjak dhe nuk po i linte vende, dhe natën furnizonin makinerin që përdori kundër të gjithë atyre që donin të shpëtonin nga ktetrat e regjimit fashist në Beograd.